Absolutisht, tashmë ka tradita shumë të bukura të cilat praktikohen për xhamit tona, por se ashtu siç e përmenda më sipër, nata e katërt është nata e Kuranit, sepse në këtë mbrëmje i gjithë Kurani zbret në kupën qellore dhe ku ka simbolik më të madhe që mbartet nga kjo natë se sa leximi i Kuranit. Pra, përkushtimi i Kuranit famlar, çështja e namazit, namazeve nafile apo namazit të natës që tashmë ka ardhur një lloj praktike që tashmë funksionon në të gjitha xhamiat tona dhe përkushtimi në dua dhe në lutje janë disa prej atyre elementeve të cilët jam i mendimit se duhet të plotësojnë dhe duhet të mbushin këto net. Përkushtimi i Kuranit, ta lexojmë atë sa të kemi mundësinë, nëse kemi mundësi në arabisht, nëse nuk e kemi atë mundësi duke lexuar nga gjuha shqipe apo duke lexuar nga komentimi i tij, namazet sa të kemi mundësinë dhe aq sa kemi energjinë ne të përkushtohemi namazeve dhe më pas patjetër që ajo që është edhe nga adhurimet më të rëndësishme është duaja, lutja për veten tonë, për familjen dhe për të gjithë besimtarët apo edhe më gjerë. Këto janë disa prej elementeve që nuk duhet të anashkalohen në kontekstin e përfitimit të kësaj nate të begatë.